dhe zakonisht studimet bëhen nga mësimdhënës ose studiues të cilët nuk vinë nga fusha e psikologjisë. Shumë raste mësimdhënësit tonë nuk kanë zgjidhje dhe ne flasim për bullizmin në shkollë. Dhe zakonisht studimet bëhen nga mësimdhënës ose studiues të cilët nuk vinë nga fusha e psikologjisë. Dhe një temë e tillë, nëse nuk trajtohet edhe nga perspektiva e edukimit, edukatorëve, po dhe psikologëve, nuk do të sjellë përgjigje të duhura për sistemin e arsimit. Mbështetja që i ofrohet mësimdhënësve, nxënësve në rastet për shembull në situata të tilla jo të këndshme në shkollë, në qoftë se ofrohen prej perspektiva të ndryshme, do të jenë më të kuptueshme, do të jetë më lehtë të realizohen pastaj në formë të programeve të ndryshme në shkolla. Mandej roli me të cilin sot edhe përgjegjësitë me të cilat përballen drejtorët e shkollave për të siguruar një komunitet shkollor ose një shkollë gjithëpërfshirëse, kur kem fëmijë me nevoja të veçanta, kur kem fëmijë të cilët përdorin teknologjinë më shumë se sa mësimdhënësit, në qoftë se studimet nuk i paraprin nga 3 perspektiva të ndryshme se si mund të përgatiten edhe mësimdhënësit dhe si mund nxënësit të menaxhohen më mirë në klasë, atëherë ne po krijojmë situata në shkollë në cilat në shumë raste mësimdhënësit tonë nuk kanë zgjidhje dhe janë të vetmuar për faktin se nuk kanë mbështetje edhe akademike edhe profesionale për trajtimin e tematikave të tilla. A mendon se do të jetë efektive kjo iniciativë? Unë mendoj po, për faktin se edhe nga tryeza po shihet që ka nisma, ka qasje të fragmentuar, pothuajse secili institucion tenton të sjellë elemente të ndërdisiplinaritetit në projekte, po në anën tjetër nuk e studion nga 3 perspektiva brenda një projekti vetëm. Për shembull, në komisionet për student në master ka mësimdhënës që vinë prej fushave të ndryshme lëndore, po projekti si i tillë ose studimi si i tillë nuk trajtohet nga 3 akter ose 3 palë të ndryshme ose 4 palë varësisht nga tematika që trajtohen. Ne po e bëjmë edhe ftesë edhe po tregojmë një gatishmëri si institut që të përfshihemi në projektet ndërdisiplinore në mënyrë që përgjigjet që japim për sistemin të jenë të mirë informuara nga perspektiva të ndryshme. E pam edhe nga Ministria e Arsimit mundësitë për përfitim për fonde në projekte të cilat ndërdisiplinën e kanë si kryefjalë. Prandaj mendoj që është edhe një ftesë, edhe një mundësi për të parë cilët janë partnerët relevant me cilët mund të bashkëpunojmë tutje në këtë nismë. Faleminderit. Faleminderit e juve.